Të kujtojmë këtu një ngjarje të madhe për shqiptarët, siç është lidhja e Prizrenit, e cila ishte një lëvizje kombëtare me karakter dërmues islam, pasi ajo u mbajt në xhami. Pra lidhja e Prizrenit është mbajt në xhami dhe shumica ishin hoxhallar. Pra me këta plisat, siç e shihni hoxhën tuaj sot duke marrë hutbe, me këta plisa edhe hoxhallarët kanë bërë lidhjen e Prizrenit në xhami. Të kujtojmë këtu në nënshkruesin e parë të pavarësisë së Shqipënisë, që ishte Ismail Qemali, një musliman dhe një pasha Osman, dhe ai ishte kryetari i parë i shtetit dhe nënshkruesi i parë i pavarësisë së Shqipënisë. Të kujtojmë gjithashtu një personalitet të ditën e të urtë, aktivist i çështjes kombëtare, Hoxh Vebi Dibra, i cili është njëkohësisht kryetari i Plecnisë, pra që do të thotë kryetari i parlamentit të parë shqiptar. Ka qenë një hoxh. Të kujtojmë se Kosova është e lirë sot në saj të caktimit Allahut dhe të gjakut që u derdh për lirinë e saj. Dhe atë gjak e derdhën shumë hoxhallar e shumica e muslimanëve. Në Maqedoni, identiteti shqiptar është ruajtur kryesisht përmes identitetit islam. Pra, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kryesisht e kanë ruajtur identitetin e tyre shqiptar për arsye se ata kanë qenë musliman. E kanë ruajtur përmes identitetit të tyre islam dhe është bashku identiteti kombëtar dhe identiteti fetar bashkë dhe kanë krijuar një identitet të përbashkët.